një qytet që ka humbë gjysmën e popullsisë në dekadën e fundit, më shumë se gjysmën në 35 vite demokraci. Si që shifni, jemi në Ballsh. Mra rruga këtej, edhe thash po na loj, po flas me ca banorë të zonës, edhe po bëj dhe një video. Ky është Ballshi, në mos kryesori një nga qytetet më të rëndësishme industriale të Shqipërisë në kohën e Enverit. Ati Enverit keq, që e shajmë ne, ka pas bë rafineri për punimin nafte. Ajo aty është rafineria e përpunimit të naftës së kësaj zone. Është një zonë naftëmbajtëse, pothuajse vetëm janë në Shqipëri tani. Ka pas punësu mira punëtor, banorët e zonës, nga zonat përreth, nga Tepelena, nga Fieri, pra komplet zona,